folëm radhën e parë bashkë, folëm goxha shumë si kohë jo, po folëm për këtë gjë, takimi sekreti trafikantëve të drogës dhe zyrtarëve shqiptarë në Aruba dhe opozita po bëhet vërtet fort për këtë çështje. Çfarë dini ju për këtë takim të famshëm në Aruba që supozohet të ketë ndodhur në vitin 2019? Kush janë trafikantët në këtë takim? Nëse i dini. Atëherë, zoti Rakipi, unë kam mësuar për herë të parë për Arubën, mbi bazën e një dokumenti të rrjedhur nga autoritetet belge dhe që u publikua në mediat belge në vitin 2023-2024, bëhet fjalë për një proces gjyqësor atje që quhet Black Eagle ose Shqiponja e Zezë, ku ishin hetuar një grup kriminalësh dhe trafikantësh shqiptar të kokainës nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian dhe kryesisht në portin e Rotterdamit, dhe ky grup kriminal ishte hetuar dhe po gjykohej nga një gjykatë belge, jo vetëm mbi bazën e të dhënave të SkyCC-s, pra zbërthimit të aplikacionit koduar, por edhe provave të tjera që kishin grumbulluar hetuesit gjatë hetimeve që kishin për grupin në fjalë. Dhe për herë të parë, unë kam dërguar edhe liqet, por edhe pjesën e shkrimeve gjatë ditës së sotme. Për herë të parë, në atë shkrim që unë hasa dhe në atë dokument, flitej për një takim të zhvilluar në Aruba, ku bënin pjesë një numër i konsiderueshëm i njerëzve të botës së krimit, kryesisht të shqiptarë. Dhe mediat belge në atë kohë identifikuan disa nga persona që ishin pjesëmarrës në këtë takim në Aruba, ku figura më përfaqësuese e krimit organizuar sipas tyre ishte Artur Shehu, një vronjat i cili jeton aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja Qela ka bërë një investigim detajuar lidhur me këtë personazh tek OCCRP-ja, pra te organizata investigative ku punon. Aty pastaj kam mësuar dhe më shumë rreth këtij personazhi, pra ishte personazhi dhe figura qendrore e këtij takimi sipas asaj çfarë thuhej në dokumentat e procesit. Jo Linditën, nëse kemi Arturin që thotë Klodi, vazhdo Klodi ti. Je paraqit regjia, jo Linditën, se nuk është Arturi Lindita. Personi dytë që flitej që kishte marrë pjesë në këtë takim ishte i pandehur në procesin Black Eagle, Alfredo Hamzaj, që në fakt për autoritetet shqiptare nuk thot shumë, por për autoritetet belge konsiderohej si një personazh shumë i rëndësishëm i botës së krimit, dhe flitej edhe për disa persona të tjerë, njëri prej cilëve identifikohej me emrin Bashkim O Shtetas nga Kosova, por nuk jepnin mbi emrin e tij. Në këtë takim, sipas dokumentave që rridhin nga autoritetet belge, sipas tyre, pra ishte përgjuar dhe kishte të dhëna kishte patur dhe politikan shqiptar. Pra njerëz me profil të lartë politik, emrat e tyre nuk identifikohen, por në një farë mënyrë jepej identikiti i këtyre personave. Dhe ky takim, sipas të dhënave të mediave belge dhe çfarë ndodhte në proces, për shkak edhe të komunikimeve që kanë patur në atë kohë me gazetarët belg, por edhe holandez, rezultonte që kishin patur dieni disa nga autoritetet ligjzbatuese në disa vende, siç ishte Italia, siç ishte Holanda dhe Belgjika. Pra, autoritetet e këtyre vendeve kanë patur informacion dhe të dhëna lidhur me pjesëmarrësit në këtë takim, po emra politikanësh nuk kemi. Tani bëj një pyetje. Jo, emrat e Ja, Klodi, për interes të shikuesit. Se njeriu në foto është Artur Shehu. Tani, ky është largu nga Shqipëria në vitin me sa di unë 96, 97. 99. 97 për shkak të përplasjeve që ka patur me Zani Çaushin. 99 pas përplasjeve me Zani Çaushin. 99 pas daljes së Zani Çaushit. Kjo kategori sa janë majta, sa janë djata, se kupton? Ky supozoj, nuk e di qartësisht tani, në atë kohë, se tani mund të jetë bërë majtë, nuk e di. Por ky ka qenë djatës në atë kohë dhe ka pasur përplasje me Zani Çaushin, me sa më kujtohet mua. Ky tani, ky njeri është jashtë, se s'ka lidhje, është në Shqipëri apo vazhdon të është kthyer? Ka aktivitet në Shqipëri, zoti Rakipi. Jo, jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po sipas të dhënave të autoriteteve, ai ka fituar leje ndërtimi dhe është një ndër personat, një figurë qendrore sa i përket tjetërsimit të pronave në qytetin e Vlorës. Por megjithatë këtë pjesë duhet ta hetojnë autoritetet ligjzbatuese, nuk e di nëse më dëgjoni. Ndërkohë që personalisht ai jeton jashtë vendit pranë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo jo domosdoshmërisht e shmang atë me lidhjet me Shqipërinë, patjetër që nëse më lejon edhe dy momente dhe pastaj do të lëtë lirë edhe panelistët e tjerë, ka dy momente thelbësore në këtë takim sipas autoriteteve të huaj. Një moment që ka të bëjë pikërisht me një dhuratë, një orë për rreth 400.000 eurosh që mendohet sipas të dhënave, sipas asaj çfarë thuhet në dosjen Black Eagle,
që është dhuruar një politikane shqiptar dhe që kjo mund të jetë një provë që mund ta gjurnojnë autoritetet nëse kanë vullnetin për ta bërë një gjë të tillë, dhe pjesa e dytë që duhet theksuar lidhet pikërisht me faktin se aty është folur për lejet e ndërtimit dhe pikërisht mendoj ky është thelbi i gjithë kësaj historie. Duke gjurmuar lejet e ndërtimit që mund të kenë marrë personat e pranishëm në këtë takim ose personat e lidhur me ta, sepse janë të gjithë identifikuar. Unë ju thash 3 prej tyre, që Alfredo Hamzai në pamjet parë nuk thot shumë për Shqipërinë, por konsiderohet një ndër narkotrafikantët më të rrezikshëm në Belgjik, por edhe në vende tjera të Bashkimit Evropian, po ashtu edhe shteti kosovar Bashkim O, që në fakt mbiemri nuk e ka, por për autoritetet mund të gjendet sepse në dosje hetimore është i shënuar me emër dhe mbiemër të plot, dhe nga ana tjetër ka të bëjë pikërisht me faktin që nëse hetohen lidhjet e këtyre personave, mund të hidhet drita automatikisht edhe mbi ato çfarë është biseduar dhe mund të kuptohet më pas qartë se çfarë ka ndodhur në atë takim dhe çfarë i mblodhi bosët e krimit në Aruba për të folur me sa duket për të ndarë në një farë mënyre pronat e Shqipërisë apo lejet e ndërtimit. Ndërkohë që kjo çështje mendoj u rikthye në vëmendje për shkak se një gazetar italian së fundmi ka publikuar një libër ku ndër të tjera ndalet edhe tek takimi i Arubës, por që për gazetarët ky takim është i njohur, ju thash, nga procesi Black Eagle, shqiponja e zezë në Bruksel, në Belgjik. Jemi shumë okej, por ndërkohë gazetari, unë pash intervistën e tij, do të flas edhe me gazetarin që intervistoi pas teje. Ndërkohë nuk ka përmendur asnjë emër. Politikani e kanë fjalën. Ka thënë që ka e tjera, ka dhënë një frazë aty që mund të ketë në dosje, nuk e di se unë se kam lexuar dosjen, por gjithsesi ai nuk ka cituar emra. Tani problemi aty është bësh aq i madh sa edhe një orë 400 thanë në fillim doktori, pastaj flamuri e bëri 500, një orë e madhe e shtrenjtë, i dërguar Edi Ramës. Nuk e di tani sa do të jetë, ama mos ka qenë dhe orë në ankant. Unë mendoj që nuk duhet ta banalizojmë të gjithë të historinë tek një orë. Jo, nuk e bëre. Takimi i sabozëve shqiptar të krimit. Nëse më lejon zoti Rakipi se një sekond. Unë nuk e banalizoj këtë orë, por në qoftë se ne kemi një deklarim të një gazetari dhe themi që politikanë shqiptar ishin aty, ne duhet kemi emrat e politikanëve shqiptar që ishin aty. Ndryshe kjo pastaj është po, kjo më përket autoriteteve. Në derë të anit. Në dosjen Black Eagle janë emrat konkret dhe është identikiti i njerëzve të politikës që janë takuar në Aruba me bosë të krimit. Pra, është e sigurt që ka patur njerëz politikës. E thonë autoritetet, është një proces gjyqësor penal dhe nëse prokuroria shqiptare ka interes për ta sqaruar këtë pjesë, mjafton të i drejtohet me një letër porosie autoriteteve belge dhe autoriteteve holandeze, gjithashtu ka një vendim të arkivuar nga autoritetet italiane. Kjo histori po bën zhurmë edhe për faktin se krimi organizuar, trafiku i drogës është konsideruar tashmë si një prioritet në shumë vende të Bashkimit Evropian, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por për të ndalur tek pjesa shqiptare, dëgjoj, duhet na shqetësoj fakti që një grup kriminalësh shqiptar me profil shumë të lartë kriminal jam mbledhur në një vend e kanë diskutuar ndër të tjera dhe për lejet e ndërtimit. Ndërkohë që se u përket pjesëmarrësve në takim, nëse autoritetet kanë mundësinë apo duan ta zbardhin, të gjë jo kanë mundësinë, po duan ta zbardhin, mund të drejtohen autoriteteve tuaja për të marrë informacion lidhur me çfarë ka ndodhur, çfarë kanë të dhënat, çfarë informacionesh kanë shërbimet atje, ka dosje hetimore, një vendim është i arkivuar në Itali, një tjetër vendim është në Belgjik, kanë po ashtu të dhëna autoritetet holandeze, çka do të thotë që në tërësinë e vet, po të duan mund ta zbardhin këtë çështje dhe patjetër mund të kuptohet shumë qartë se çfarë ka ndodhur atje.